Personat me aftësitë kufizuar mes problematikave të shumta, para dhe tetraplegjikët në Vlorë, sot hasin në mjaft vështirësi të lidhura kryesisht me infrastrukturën. Shqetësimi përcjell dhe nga kreu i kësaj shoqate në Vlorë, Hysen Muhametaj, i cili pranon se me përjashtim të bulevardit kryesor në Vlorë, mungojnë rampat dhe infrastruktura ndihmëse për personat me aftësitë kufizuar, edhe pse prej vitit 2015 është tashmë shkruar në ligj përcaktimi i hapësirave ndihmëse për këtë kategori. Shoqata e para tetraplejikëve këtu në rrethin e Vlorës, në vazhdimësi, po edhe në mënyrë shkresore nëpërmjet institucioneve jemi drejtuar shumë herë në radhë parë për infrastrukturën që është bërë pothuajse bajaten të folurën të shprehur të kësaj pune, sepse nuk po shohim të ndërmerret ndonjë gjë, me përjashtim unë kam thënë mira herë të bulevardit kryesor. Flas, përgjerohem për qendrat e votimit, për këto, për ato, për infrastrukturë në institucione shtetërore që në bazë të një ligji që 6 muajin e parë të vitit 2015 duhet që të gjitha institucionet në Republikën e Shqipërisë të kishin përgatitur infrastrukturën për personat me aftësi të kufizuar, sidomos para dhe tetraplegjik. Gjë e cila edhe sot mbas 10 vjetësh nuk ka ndodhur. Në gjitha segmentet e tjera domethënë është e pamundur për të kaluar një person me aftësi të kufizuar, domethënë qoftë vetë, qoftë i shtyrë nga kujdestari nga mbrapa me atë karrigen me rrota, mund t'i këputen veshkat ose rrotat e karrocës në rrugën transballkanike, domethënë gradinot janë nga 10-15 cm të larta. Kështu që edhe ne në vazhdimësi kërkojmë që karshi kësaj kategorie duhet të ketë një farë kujdese, një farë përkushtimi. Atje ku investohet, ku ndërtohet, unë e kam thënë me 10 herë të ketë gjithë përfshirje. Restaurohen, rregullohet lagjet e vjetra të Vlorës, ne nuk kemi akses për të kaluar. Nuk ke akses të veshte basia, nuk ke një rampë absolutisht, që tek Gjashkaçi poshtë, ti dalësh dhe në Kraun mbrapa, ti dalësh dhe nga Karabashi, vese duhet vesh nga spitali, edhe për të hyrë në Kraun e sipërm. Sipas Muhametaj, kjo kategori përballet me situata problematike edhe për të shkuar në institucione apo dhe në qendra votimi, pasi nuk ka asnjë strukturë ndihmëse për ta. Ndërsa një tjetër shqetësim lidhet dhe me institucionet shëndetësore, pasi personat me aftësi të kufizuar nuk mund të marrin dot shërbimin e nevojshëm. Ne kemi një status të firmosur të vullosur nga Kuvendi i Shqipërisë, që në vitin 2001. Ky status absolutisht nuk zbatohet për ne. Të flasim për qendrat shëndetësore, për shërbimet ambulatore që personat me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik duhet të kenë akses për të shkuar tek qendra shëndetësore në radhë parë, te ambulanca kryesore e qytetit për të bërë një injekcion, për të mjekuar një plagë, për diçka, për problematikat që mund të ketë personi. Është e pamundur. Duhet të lajmërosh, e kam thënë edhe herë të tjera. Duhet të lajmërosh përgjegjësinë e ambulancës, poliklinikës, për të hapur ajo dera që është bërë ajo rampa për të hyrë brenda dhe të marrësh shërbimin që duhet marrësh. Por i bëjmë injeksionet shumë herë edhe analizat e gjakut në anë të ortovarit, vjen infermieri na i merr. Para dhe tetraplegjikët në Vlorë një jetë mes problematikave të shumta, ndërsa në Vlorë kryesisht në infrastrukturë nuk ka asnjë ndihmë për këta të fundit, pavarësisht se gjithçka është e parashikuar në ligj, në qytetin e Vlorës mungojnë hapësirat ndihmëse për këtë kategori.